Shoqëria Eralb Invest ka paraqitur pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë një aplikim për ndërtimin e një impjanti eolik me kapacitet të instaluar prej 603.9 MW për prodhimin e energjisë elektrike nga era nga burimet e rinovueshme në zonën e Tropojës. Ky projekt nuk është objekt koncesioni dhe nuk përfiton nga masat mbështetëse shtetërore. Vetëm pak ditë më parë, zëvendësministria dhe njëherëshe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, deklaroi se ky është një ndër projektet më të mëdha energjetike në Europë dhe ndodhet aktualisht në fazën e procedurave të autorizimit dhe financimit. Sipas saj, projekti mbështetet nga një nga kompanitë më të mëdha amerikane në fushën e energjisë. Impjanti i erës në Tropoj konsiderohet si një nga projektet e kyçe që do të kontribuojnë në objektivin afatgjatë të Shqipërisë për të bërë energjinë e gjetbër një shtyrë të zhvillimit ekonomik, duke nxitur burimet e ripërsëritshme dhe krijuar mundësi të reja për investitorët ndërkombëtar. Në vitin 2023, kompania Eralb Invest aplikoi pranë Komitetit të Investimeve Strategjike për marrjen e statusit investim strategjik për projektin e kombinuar eolik dhe fotovoltaik në të njëjtën zonë, me kapacitet të përgjithshëm të instaluar prej 826 MW. Investimi total përfshin edhe impjantin fotovoltaik sipas aplikimit në KIS, parashikohej në vlerë 1.2 miliard euro dhe do të shtrihej në një sipërfaqe prej 384.6 hektarësh që përfshin fshatrat Viqidor, Berish, Lush dhe Pac në bashkinë e Tropojës.